Edhe rruga Ramis Aranitasi do t'i nënshtrohet ndërhyrjes restauruse, kjo fal një projekti të garantuar nga Bashkia Fier. Investimi do t'jeti qeverisë shqiptare, ndërsa është në hapat e fundit procesi për çeljen e tenderimit për segmentin prej 800 metra të rrugës në fjalë. Nëse rruga aktuale është e përbërë prej 2 sense shkalimi me gjerësi prej 8 metra secila, plus e vend parkimit automjeteve në të dy kahët, si dhe një trafik ndarse dhe trotuare, parashikohet që në projektin e ri të ketë një zgjerim prej 3 metra, 2 herë nga 1.5 në të dy kahët e rrugës, duke ndërtuar kështu korsinë e emergjencave, korsinë e biçikletave si dhe parkimin nga 2 metra, aktualisht në 2.5 metra. Në projekt parashikohet ndërtimi i trotuareve të bollshme, trajtimi i lulishteve sidomos mes bllokeve të pallateve përgjatë rrugës. Ndërkohë, element kryesor është dhe restaurimi dhe lyerja e fasadeve në të dy kahët e rrugës Ramis Aranitasi, si dhe plotësimi me çdo element i sinjalistikës përkatëse. Projekti është pjesë e rivitalizimit të qytetit Fier, pjesë e projektit në fjalë investuar nga qeveria shqiptare për qendrat urbane.